Mirë se u rikthyet në Reze Dielli, do t'jemi në lidhjen tonë të çdo të mërkurë me Altin Jokën, për me cilin do të flasim sot për parazitët dhe për piramidën e re ushqimore prezantuar nga Amerika. Fillimisht përshëndesim pak Altinin. Altin? Përshëndetje. Faleminderit për kohën tënde dhe të kërkojmë ndjes për vonesën e nisjes së programit. Do të mundohemi të organizojmë diskutimin ton. Në pjesën e parë do të flasim për një temë të njohur, që prek shumë njerëz, por do të dim më tepër prej teje se çfarë mund të bëjmë për parazitët. Sa të rrezikshëm realisht janë ato në organizmin ton dhe si mund të zhdukim parazitët nga organizmi. Fillimisht të dim se sa real është problemi i parazitëve në trup. Edhe pse nuk po ju shikoj në kamera, unë po flas, shpresoj që ju më shikoni. Po, është mirë. Faleminderit. Parazitët janë ndoshta elementet më të neglizhuar nga ne, edhe pse janë nga më të përhapurit. Janë të neglizhuar sepse në përgjithësi nuk japin simptoma problematike, japin simptoma të përgjithshme, duke sikur nuk janë real sepse janë të padukshëm, dhe t'japin një përshtypje kur ne shikojmë edhe në feqe nuk i shohim me sy të lirë, shpesh edhe në analiza duken sikur ato nuk ekzistojnë. Por faktikisht ata kanë qenë dhe na kanë shoqëruar gjatë gjithë historisë tonë njerëzore dhe ne kur sado që jemi munduar nuk i kemi zhdukur. Ato janë përshtatur shumë mirë brenda trupit të njerëzit, edhe pse nuk mund të shikohen, nuk mund të nuhaten, nuk mundet të kuptojmë diçka më tepër. Përsëri ato janë brenda ciklit të jetës njerëzore dhe futen ku shmanget lehtësisht niveli i sistemit imunitar i dobësuar. Pra, në momentin kur trupi është më i ekspozuar, ato hynë. Tani, dua të them të parën gjë që njerëzit ta kuptojnë së pari. Çfarë janë parazitët, çfarë dëmi sjellin? Sjellin aq shumë dëm sa ne ndonjëherë ne i neglizhojmë dhe nuk e kuptojmë. E para njerëzit sjellin shkatrimin e mukozës së zorës. Bëjnë uljen e përthithjes së vitaminës B12, hekurit, vitaminave tjera, zinkut, japin probleme me anemi, me lodhje kronike, me rënje flokësh, me dobësi imunitare. Sjellin probleme me alergji, japin mundësinë që të krijohet kandida, japin probleme me azmën, sjellin sëmundje autoimune kur qëndrojnë për një kohë të gjatë. Ngatrojnë dhe shkatrojnë nivelin e sistemit imunitar, prodhojnë toksina, duke sjellë nivele të mbetjeve, duke çliruar mbetje metabolike dhe duke sjellë lirimin e amoniakut. Dhe kjo do sjellë disa probleme deri në formimin e tumoreve. Rëndojnë mërqing dhe dëmtojnë sistemin nervor, japin ankth, pagjumësi, depresion. Më falni, sjellin probleme të mungesave të lëndëve ushqyese, kanë ndikim shumë tek menstruacionet, të çrregullimit tiroideve, te problemi i uljes së fertilitetit. Kanë probleme të uljes së peshës, nga ana tjetër çrregullojnë gjithë pjesën e metabolizmit etj. Pra janë shumë të rrezikshëm dhe ndonjëherë jashtë zorës të parazitit, ne flasim vetëm për parazitë e zorëve, sjellin probleme të rënda në mushkëri, në mërqi, në tru, dëmtim në sy dhe janë pra shumë të rrezikshëm dhe rruga dhe duhen luftuar padyshim. Dhe duhen luftuar. Tani rruga se si mund të vinë ato në trupin ton janë e para fare është ushqimi, Ushqimi është baza kryesore. Sepse trupi nuk ka sensor për parazitët që të bëjnë një parandalim. Në momentin që mishi nuk gatuhet mirë, sidomos mishi i derit, kur kemi ushqime të cilët janë si sushi, carpacciot, mishat e marinuar të papërpunuar, është një rrezik potencial. Kur nuk lajmë kryesisht gjethet jeshile të perimeve dhe të frutave, po perimet me gjethet jeshile si sallata jeshile, spinaqi, rukola dhe të tjera lakrat, është një nga arsyet kryesore që ato gjen rrugën për të futur në organizëm. Mënyra e higjienës dobët larjes duarve apo mbajtjes së higjienës në përgjithësi, merret nga uji që është i pafiltruar mirë, merret zakonisht shumë nga akulli nëpër bare dhe restorante, merret shumë tek pishinat ku lahemi. Në ana tjetër, merret nga thonjtë të gjatë, sidomos mbajtja e thonjve të gjatë e femrave, kontakti me pelenat e fëmijëve, marrja në qerë dhe në kopshte në shkolla nga tualete dhe nga të tjerët, apo dhe tualete publike, marrja nga qeni, nga macja, ata që rrisin bakti, dhe problemi është të tjerë marrin nga toka, nga balta, nga kopshte që punojnë. Dhe të gjithë këto depërtojnë nëpërmjet organeve dhe kalojnë, aciditeti stomaut është i ulët në atë rast, dhe kjo sjell këtë lloj problemi. Por mund të merren edhe nëpërmjet lëkurës. Merren edhe nga rruga seksuale.
Pra ka shumë rrugë në të cilët ato marrin. E kuptova. Altin, tani na duhet patjetër të kuptojmë simptomat, shenjat, ato ndoshta dhe jo shumë tipike, të cilat ne shpeshherë ngatrojmë edhe me gjendje të tjera të organizmit ton, problemet hormonale, tretja e dobët, apo probleme që cilat nuk na çojnë drejt për së drejti që mund të kemi parazit. Pra çfarë mund të veçojmë nga simptomat? Po, është e vërtet. Janë një grup simptomash që janë të përgjithshme për shumë lloj problematikash, por ama trupi na ka filluar të na japi disa shenja. Duhet kuptojmë që ne kemi mbi 1000 parazit në trupin tonë. Një pjesë e tyre futen, dalin, nuk sillin dëme të mëdha, por një pjesë sillin dëme të jashtëzakonshme. Ato janë të ndarë në disa klasa. Klasa e parë është protozoarët, të cilët janë mikroorganizma një-qelizor që futen nëpërmjet zakonisht ushqen nga bakteret kryesisht, këto parazit, dhe i kemi të ndara në dy pjesë. Protozoarët e zorëve, që ne i dim, dhe kemi protozoarët e gjakut të indeve, të cilët jetojnë në gjakun tonë, në inde dhe transmetojnë të njerëzit edhe të tjerët pa tjerë. Parazitët në inde dhe në gjak janë shumë të rëndësishëm, për të thënë, sepse janë shumë të rrezikshëm. Nuk qëndrojnë vetëm në zorë këto. Këto shkojnë në muskuj, këto shkojnë në mëlçi, shkojnë në mushkëri, shkojnë në tru, shkojnë në sy, shkojnë në lyet limfatike dhe ato formojnë gradualisht kiste, formojnë inflamacion kronik, sjellin probleme me qarkullimin e gjakut. Njerëzit që kanë një inflamacion sjellin një anemi kronike dhe të përhershme. Edhe këtu do të maten, në qoftë se nuk gjejmë nga faktorët kryesorë, do të shikojmë se kush është problemi. Bëjnë rritjen e citokinave inflamatore, bëjnë lodhje ekstreme, dhimbje të muskujve, kyçeve, shpinës, krave, kudo, ethe të herpaseshme që ne mund të kemi. Dëmtim të organeve, problem të kollës kronike në mushkëri. Duhet mendojmë që mund të kemi parazitët. Ku kemi probleme neurologjike, një nga faktorët mund të jenë dhe parazitët. Ku kemi probleme me aritmi të përhershme dhe nuk kemi gjë shkaktar, mund të jetë kjo. Anemia që të thash sidomos shkatrimi i qelizave të kuqe të gjakut dhe vitamina B12 mangut, pra anemi e rëndë, që jep lodhje kronike e tjera. Ankthi, depresioni dhe konfuzioni. Të gjitha këto dhe problemet autoimune si tiroidet, problemet vaskulare, sëmundjet tjera për shembull që mund të sjellin edhe pasojë më të rënda dhe në tumore. Dhe për këto duhen bërë disa analizat përcaktuara për të shikuar eozinofilet, që është shumë e rëndësishme, duhet parë një panel i përgjithshëm si është SR-ja, CPR-ja, teste serologjike për të kuptuar në çfarë niveli është. Tani klasa tjetër janë helmitet, që janë krimat parazitar, që përsëri kanë 3 grupe kryesore të ndarjes të tyre, që ne kemi dhe këtë xhardien, shiritin, pjesën e tjetër të krimave oskuret, që për këtë po flasim aktualisht ka shumica e njerëzve, dhe shenjat e tyre, edhe pse janë të ndryshme nga njëri të tjetri, mund të themi që, edhe sepse ato jetojnë për një kohë të gjatë në zonën tonë, pra nuk mund të japin shenja direkt, po japin shenja graduale. Dhe një nga këto arsyet është kur kemi fërkim shumë këtu para hundës, majën e hundës, kemi fërkim këtu te vetuat her pas here, natën kur flëmgjum, kemi kruarje të kokës të pakuptueshme nga ndonjë arsye tjetër. Kemi zbokth. Nga ana tjetër kemi shenja të plakjes së lëkurës. Kur lëkura fillon plaket dhe rrudhet shumë shpejt për një kohë të shkurtër, ne kuptojmë se duhet të kemi parazit. Kur menstruacionet janë të parregullta, patjetër duhet kemi edhe parazit. Nga ana tjetër kur kemi gërhitjen e fëmijëve sidomos, po edhe të rriturve, mund të kemi dhe është parë që rreth 45 dhe 60% vjen edhe nga parazitët. Nga ana tjetër, kur ne kemi dëshirë shumë të madhe të konsumimit të kripës, duam të ham ato patatina, gjëra me krip, do të jedhim krip sa më tepërt. Nga ana tjetër, kur konsumojmë në darkë shumë sheqer, ku kemi kruarje anale, ku kemi rreth të zi të syve. Nga ana tjetër, kur shikojmë që kemi bërë një panel analizash, kemi mungesë të vitaminave dhe mineraleve. Kur lëshon përshtymë gjatë gjumit, sidomos në darkë, pa vetdije. Edhe kjo është shenjë e parazitëve? Po, kur lëshon, po, kur shpesh ne na vjen për të vjellë. Kur ne rim, kemi konsumuar ushqim dhe kujtojmë se na vjen për të vjellë nga ushqimi apo nga një element tjetër. Kjo mund të jetë nga parazitët, që sjellin nga probleme tjera. Kur ne kemi shpesh her kapslëk, her diare. Kur kemi kruarje të lëkurës pa shkak, rim dhe kruajmë lëkurën, edhe pse nuk kemi ndonjë problem tjetër. Nga ana tjetër ku kemi fryrje dhe gazra, ku kemi puçra. Në ana tjetër përsëri ku rritet niveli i akneve, ku kemi ekzem, ku kemi urtikarje, pa alergjen të qartë që nuk po e gjejmë. Pra, simptomat ndonjëherë nuk janë shumë specifike dhe ndonjëherë analizat në faqe mund të dalin dhe gabim.
Ndonjëherë nuk dalin për kohë të gjatë. Nuk dalin e fare, nuk dalin për kohë të gjatë. Po, edhe lodha kronike etj. Por duhem përsëritur dhe duhet parë edhe ai paneli hemogramës, kur unë të thash eozinofilet për shikuar nivelin e tyre, që shikojmë nivelin e alergjenëve dhe parazitëve dhe disa analiza të proteinës së reaktive, të këtyre shenjave që japim, të vëmendshëm në aspektin e disbiozës zoros ose të feçës të fëmijët apo të vetja, për të parë se si është situata, që ti ripërsërisim disa herë problemin e parazitëve. Pra, duke ju referuar të gjithë kësaj game simptomash, që janë shumë simptoma, nëse ato përsëriten, ato na krijojnë një bezdi dhe vazhdojmë për një kohë të gjatë, sepse janë simptoma të cilat besoj se shumica i neglizhon, do të fillojmë të bëjmë analizat, të gjejmë pa burimin shkakun, sepse nëse ne do të luftojmë, e kemi thënë gjithmonë dhe këtë mjekësia holistike e mbështet shumë, nëse luftojmë vetëm pasojën, s'kemi zgjidhur absolutisht asnjë gjë, thjesht duhet të gjejmë shkakun, pra të luftojmë parazitët. Por dua të di, a ka ushqime të cilat gabimisht duke i konsumuar rrisin numrin e parazitëve në organizëm? Pra i ushqejnë dhe parazitët. Cilët janë këto ushqime? Po. Duhet të kuptojmë që ushqimi ka një rol vendimtar në të gjithë mekanizmin biologjik të trupit tonë. Edhe te parazitët patjetër, sepse parazitët nuk jetojnë pa ushqim, nuk jetojnë në vakum. Ato varen pikërisht çfarë fut ti në trupin tënd, por dhe nga terreni që krijon ushqimi. Se jo vetëm çfarë fut ti, por dhe nga terreni. Po ta shikoni të parët tanë e kanë pasur nivelin acid stomaut 1.5, ai sa e ka pasur tigri, luani, ujku. Sot ne kemi mbi 3.5, 4.5. Dhe niveli i ulët i aciditetit në stomak bën që prandaj dhe ka pas më pak elmime. Prandaj dhe tigri dhe ujku nuk kanë probleme shumë me parazitët apo me bakteret. Për një arsye se acidi i ngordh këto, i eliminon. Sot acidi i stomakut tonë është rritur jashtëzakonisht shumë. Dhe ushqimet që ushqejnë parazitët, e para janë ushqimet që krijojnë një terren ideal për parazitët. Dhe kush është? Është sheqeri i bardhë dhe gjithë karbohidratet e rafinuara. Të gjitha ëmbëlsira, duke filluar nga pijet, biskotat, waferat, gjitha llojet e ëmbëlsirave, buka e bardhë, pastat, produktet industriale. Pse? Se parazitët ushqejnë me nivele të glukozës. Sheqeri bën që të rritet niveli i fermentimit në zor. Ulet në këtë raport ulet niveli i sistemit imunitar në zor. Me uljen e sistemit imunitar, ato përfitojnë që të shtojnë. Fillon dhe disbioza e zorës. Pra nuk është rastësi nga sheqeri. Prandaj dhe përkeqësohet zakonisht edhe ne duam sheqer, se e kërkojmë parazitët, sepse parazitët ndonjëherë ndikojnë edhe tek mendimet tona, tek vendimet tona, ndikojnë tek sjelljet tona. Duhet ta kuptojmë që ndikojnë zakonisht shumë. Produktet që janë me aditiv, me ngjyrosës, me konservant, vajrat industrial të paketimit, to vajrat që skuqim në gatim, pra sjellin probleme të disbiozës, sjellin inflamacion dhe dobësojnë barierën intestinale të zorës. Një zorë e dëmtuar është një shtëpi e ndërtuar për kanditën dhe për parazitët. Kur ne i konsumojmë të ushqime, Altin, fillojnë ato simptomat të shtohen, pra pasi kemi konsumuar sheqer për shembull, pasi e kemi konsumuar një ëmbëlsirë, na fillon trupi të ndjejë disa simptoma, kruarja apo një lloj shenjë tjetër terreni? E para mirë të vjen sikur të vjen për të vjedh. E dyta duket sikur je i ngarkuar shumë dhe nuk ta hahet asgjë tjetër. Pra nuk kërkon më të ushqesh. Nga ana tjetër shikon që mundesh të kesh dhe marramendje. Kjo ngatrohet ndonjëherë me gliceminë, por që janë të lidhur me parazitët. Përsëri ti kërkon sheqer. Kjo vjen edhe nga roli i problemit të dopamin, serotoninës dhe ndikimit sheqerit tru si narkotik, po themi në këtë rast, por ndikon. Por ne do shikojmë uljen e aciditetit të stomakut. Nëse aciditeti i stomakut do na ulet, do fillojmë problemi në stomak, atëherë kemi filluar të ndryshojnë shumë gjëra në mikrobiomën tonë. Dhe probabilisht ne mund të kemi një gjë të tillë. Por ne kemi edhe ushqime që mund ta mbrojnë trupin tonë. Kemi ushqime që të rrisin nivelin e acidit të stomakut. Duke përbërur limonin, uthullën dhe të gjitha ato të afthat. Rritin mullimin e enzimave. Rritin e sistemit tonë imunitar. Rritjen e perimeve të pasura me fibra. Sa më shumë fibrat kemi, fibrat janë pastrues të zorës sonë, si një lloj fshese. Ushqimet e fermentuara, perimet jeshile. Nga ana tjetër, ushqimet të mira siç është hudhra, qepa, farat e kullit, gjinxhri, kurkuma ose shafrani indis, karafili, rigoni, erzat, mandanozi, kopra, të gjitha këto, papaja, ananasi, mango, krijojnë një ambient jo të favorshëm toksik. Dhe këtë bëjnë që parazitët mos shumohen, se thelbi është terreni biologjik që ne e furnizojmë. Se hajde se po i heqim, ato do ripërsëriten prapë nëse ne kemi një terren. Kur gjendet terrenin e mbyllet, ushqimi si vaj i ullirit, të peshqit, të erzat që unë të thash, do bëjnë që të kemi një inflamacion të ulët, vaj i peshkut.
Pra ulje gjithë këtyre elementeve tjerë që zona të punojë më mirë, të aktivizojë mekanizmat mbrojtës që mos kemi një problem. Kjo është thelbi kryesor i gjithë. E kuptoj. Tani, kur flasim për parazitët, bëra një çek në telefon dhe kishte pafundësisht protokolle, regjime, formula, receta, kombinime. Tani, kur flasim për t'i pastruar, për t'i zhdukur parazitët nga organizmi, çfarë është e sigurt dhe çfarë është e rrezikshme? Si ta dallojmë një protokoll serioz ushqimor nga kurat ekstreme që shpeshherë mund të sjellin ndonjë problem shëndetësor, ndonjë efekt ansor që qarkullojnë nëpër jetë? Unë nuk jam institucioni kryesor që vendos protokollet dhe të them që kjo është më e mira dhe kjo është më e keqe. Por pikërisht në këtë pyetje që është shumë thelbësore, është kyçe për këtë, këtu ndodh edhe dëmimi i madh. Sepse ndonjëherë ne marrim kura të gabuara duke mos vlerësuar dhe ndar kriteret kryesore dalluese, duke mos ndar qasjen serioze me atë qasje që ndonjëherë kthehet e rrezikshme. Kush është parimi i bazë? Në opinionin tim dhe aq sa unë di, parazitët nuk luftohen duke shkatruar trupin. Luftohen duke forcuar terrenin biologjik dhe duke hequr mundësinë që ato të shtohen. Në qoftë se një protokoll ka përcjell lodhje trupi, detoksifikim total, atëherë ka për të krijuar probleme. Në qoftë se do shkaktojë dhe simptoma të forta, ky nuk është pastrim, ky është agresion ndaj trupit. Trupi jonë nuk ka nevojë për agresione. Çfarë është e sigurt? Qasje graduale, jo e dëmshme, jo një pastrim që thon disa pastrim për 3 ditë, për 4 ditë, 6 ditë, pastrim 7 ditor, 5 ditor, diçka të tillë. Jo doza ekstreme, duhet të hesim me hapa në disa faza, zakonisht 3 ose 4 faza protokollare, të cilat zbatohen 7-10-12 ditë një fazë e lehtë, pastaj shtohet një fazë tjetër 1 javë, edhe një fazë pra mos shkoj 3 javë, 4 javë. Sepse trupi ka ritmin e vet biologjik dhe nuk mund ta prishim se më shumë shkatrojmë dhe dëmtojmë punën. Nuk është problemi që ne të vrasim. Ne duhet të mbështesim zorën, ne duhet të mbështesim mërqimin, ne duhet të bëjmë ushqimin e plot, duhet të rrisim nivelin e hidratimit fillimisht dhe duhet të eliminojmë një herë ushqimet e dëmshme, siç janë produktet e bulmetit dhe nën produktet e bulmetit. Qumshi, djathi, kosi, këto duhen eliminuar para. Dhe gjithë ato ekstremet që unë thash, sheqeri, buka, të tëra. Pastaj futen ushqimet që e ndihmojnë trupin. Pra kjo është faza e parë, e cila duhet filluar. Dhe pastaj fillon faza tjetër. Jo me agjërime. Unë kam dëgjuar me agjërime ose vetëm me lëngje. Jo. Nuk ose ndërpritjen e ushqimit total që zora, po jo, ne nuk po ushqim zorën, ne po sillim përmtim të sistemit imunitar. Nëse dikush do ta thotë këtë, në kuptimin tim është e gabuar. Pra kurat ekstreme në këtë rast janë të gabuara dhe nuk mundet të përshtaten me ne në të drejtim. Dhe në qoftë se pastaj ka kura që sillin probleme rrafje zemre, ankthi apo të vjella, kam dëgjuar nga njerëz të ndryshëm. Prandaj duhet kemi kujdes në aspektin e disa protokolleve për t'i rregulluar. Cilat janë disa nga metodat efektive mund të them unë për ta rezultuar të suksesshme. Në radhë të parë, ne nuk duhet të rregullojmë thjesht heqjen e tyre. Ne duhet të rregullojmë ambientin, të krijojmë një arkitekturë të brendshme dhe solide, kur luftën ndaj gjithë parazitëve do ta shtojmë shumë në ndeg. Luftën e kanditës, uljen e disbiozës, eliminimin e histaminës, uljen e alergjive, të rrisim aciditetin e stomakut, ulim nivelin e fermentimit në zor, të rregullojmë procesin enzimatik. Kjo do fillojë që shumica e punës të punojë vetë, trupi do fillojë të punojë vetë. Disa nga elementet më të mirë kush është konsumimi i hudhrës gjatë ditës pa e tepruar. Unë kam dëgjuar metoda shtypni 10 hudhra, 15 hudhra, jo, konsumimi 1-2 thelpin hudhër që janë të parezikshme. Një dorë fara kungulli, konsumimi shegës, siç është, jo lëng, shegës, kombinimi shegës, panxharit dhe karrotës në një sallatë, shumë e mirë për të vrarë parazitët. Në anën tjetër në studime është parë që konsumimi i mjaltit me farat e papas të grira eliminon më shumë se sa 23 deri në 30 lloj parazitësh. Dhe pastaj konsumimi më tepër i ujit gjatë asaj kohe që ne konsumojmë të. Konsumimi më tepër i fibrave, shtimi i disa probiotikëve si Lactobacillus bacillus, bifidum dhe Cebulardi, të cilat janë shumë të rëndësishme për mbajtjen e traktit të shëndetshëm dhe për ta përforcuar që mos pranojnë parazitët që të luftohen. Shtimi i enzimave të tretjes, shtimi i papainës ose papas, shtimi i kivit, edhe me lëkurë siç është, se është shumë e mirë. Konsumimi pasaj i çajit të pelinit prapë për një kohë të shkurtër, se fillon faza e dytë. Çaji i pelinit, vaj i arës, duke përdorur një farmim sandwich, vaj i arës duke përdorur në darkë, sidomos vaj i arës së zezë, në një lugë dhe nga poshtë futet një çerek thelpinj hudhër në rektum.
Dhe kjo bën që niveli squfuritë të shkojë lart për të ngordhur këto parazit, niveli i vajit të arës vepron në formë sanduiçi nga lart, gjithmonë në darkë. Për arsye në darkë shtohet më shumë niveli i parazitëve për të prodhuar vezë. Prandaj kemi probleme nga më shumë kruarje. Edhe kjo bën të tjetër çaji, pastaj vazhdon çaji pelimit. Kjo është faza e dytë. Pastaj në mëngjes fillohen 2-3 pika vaj rigoni në ujë. Për një farë kohë të shkurtër. Përdoret gjinxheri tushi, i cili gërshetohet me gjethet e ullirit. Çaji gentianës. Pastaj me gjethet e arës, duke bërë çaj. Pastaj fillohet me kalendulën. E të tjera ka shumë, jashtëzakonisht shumë, të cilët mund ta rregullojmë. Ta kemi një element bazë shumë të detajuar në një protokoll që ndahet të paktën në 3 faza, në ato eksperjenca që kam unë, të cilët njerëzit janë pastruar jashtëzakonisht mirë, po nuk është se e kam marrë unë dhe kam prodhuar këtë. Unë e kam marrë nga disa naturopat amerikanë, të cilët që para 70-80 viteve kanë qenë jashtëzakonisht të suksesshëm dhe kanë konkuruar edhe ilaçet më të mira në drejtim të heqjes parazitëve, me pa dëmtuar as zorën dhe duke sjellë një shëndet akoma më të mirë në sistemin e forcimit e sistemit imunitar dhe duke ulur madje dhe problemin të ardhmen me gripin, me alergjinë, me azmën dhe elemente shtesë. Sepse rrëzojnë imunitetin, e qartë. Besoj se ishte mjaftueshëm, le themi gjithçka që ne shpjeguam për sa i takon parazitëve.